pas qasti. Qasti i përkushtohesh Allahut në adhurim, qasti i përkushtohesh familjes tonë. Ne nuk kemi të thonë tërë qedja jote, vetëm në adhurim edhe s'ka, jo, ti ki gruan tënde, ki fëmijën tënde, ki dynjan tënde, tregtinë tënde, punën tënde, ti merru me dynjan tënde, pa i shkel dispozitat, ndalesat Allahu Teala. Kryj namazin, kryj obligimet që ti ka dhënë Allahu Teala, se me farza e fiton xhenetin, me nafile, me punë vullnetare i fiton drejtat e xhenetit, shkallët e xhenetit të cilat janë 100. Ne jemi të fol, mos shkel dispozitat e ndalesave që ti ka përcaktuar dhe ti ka ndaluar Zoti yt, Allahu Azza wa Jall. Ato janë të shumta. Mos e lë namazin. Mos i zbulo avretet e tua. Mos puno me kamat. Mos e shit alkoholin. Mos mashtro. Mos tradhto. Mos merr korrupsion. Mos rrej. Këto gjanat mos i bën të cilët i ka ndaluar Zoti yt. Se për to ka dënim. Muzikën se përmend. Edhe gjithsesi edhe mos u merr me atë që ta ka ndaluar Zoti edhe pejgamberi alayhis salam, ajo është muzikë. Muzika, po sigurisht. Hoxhë, ne vetëm defi për gratë, mos mbesi borxh te gratë, ndarshma, tash atëre njëri do të më thonë, e çam e bë për punën e darshmave, darsmat mundet me u përdor defi, edhe është mirë me u bë elan publikimi te jo në popull le dëgjohet defi, s'po them konga e femnave zoni i tyne, por le dëgjohet defi se filani me filanën janë tu martu, mos me qenë sekrete, sikur këto villa që pishohen që në sekrete. Po sigurisht. Hoxhë, ne domethënë jemi ndoshta ndër emisionet e vetme në Kosovë që mundohemi të paktën me asa ke mundësi me dhënë hapësirë fesë islame, se jam edhe vetë muslimanë dhe praktikuesi fesë. Shpeshherë për na kritikojnë edhe për na akuzojnë, disa ta quajnë thojza shqiptar, po thonë që ti bashkë me Hoxhallar po e ndjek rrugën e Vasa Çubriloviçit, i cili ka thonë që shqiptarët mujnë me asimilu vetëm nëpërmjet fesë islame duke shtri ata sa më shumë. Çka mendon ti? A pëlqen me banetën e tim vënën e ti ajo? Për fakt keq a më shprej rand, a po shprej pak më but, mos them klysht e Enverit, po pionierët e Enverit janë halal. Enver Hoxha vet o dek, mirë po ideologjia e tij ateiste ka mbet, sidomos të disa çarqe të cilët janë infektuar me frymën ateizmit dhe luftimin e çdo fetarizmit. Feja o kanë pjesë përbërëse e këtij popullit, elhamdulillah. Edhe kur s'kan qenë musliman, kanë qenë fetar, kanë qenë krishter. Edhe kur kanë qenë krishter, pastaj ne diskutuat, kanë qenë katolike, kanë qenë ortodoks. Në masovike kanë qenë ortodoks, kanë qenë kryesorë kanë besuar Zot. Mirë, po kryesisht prej periudhës pagane, kur janë rënë kontakt me fetë monoteiste, krishterizmin e pastaj edhe islamin, shqiptar kanë qenë fetar. Vetëm kanë pas një periudhë prej 1967-s deri në 1990, ka qenë një periudhë e cila ka qenë e një periudhë së ateizmit të rëndë që ka përjetu Shqipëria, vllazët Shqipni. Dhe ata ne ka pas një propagandë jashtëzakonisht të keqe kundër çdo sendit fetar edhe kundër figurave fetar. Por në këtë popull vazhdimisht ju kanë prirë hoxhallar dhe njerëz fetar ju kanë prirë në proceset të cilët kanë qenë të mirën e kombit edhe shqiptarisë. Lidhën e fillon nga Hoxha Mullatas, tasini me. Jo, lidhën e Prizrenit ta ka udhëheq ti Hoxha. Me Prizreni ka qenë Hoxha. Hoxha e vërtet. Mudaris, i cili ka qenë drejtor i medresës së Prizrenit, në vllau i tij Ali Efendia ka qenë imam i xhamis Bayraklis, ku në hapësirat e Bayraklis, xhamis e Bayraklis në Prizren Mehmet Pashës është majt edhe tubimi i lidhjes së Prizrenit. Me Prizreni ka pas diku 12 mullina të bluris e dritnave, që për kohën e tij me pas mullinje, kohën sikur sot me pas pompat benzinit, e thuj biznese, edhe me pas pompat benzinit. 7 prej 12